Eksakt. Është konfirmuar vullneti i tyre nga ana jonë që në si thua momentin më të parë procedurale që kemi pas të drejtën, madje detyrimin për të listuar një varg njerëzish që do mund të dëshmonin pronesh në këtë kazus. Janë pyetur dhe kanë qenë të gatshëm që në atë kohë. Jo vetëm që janë refuzuar pas një arsyetim nga gjykata, pas si të drejtë, por ata vetë kanë shprehur dhe realizuar dëshmitë e tyre në versionin video e transkriptuar me titra në gjuhën shqipe e gjithë biseda dhe janë natyrisht të mbritura për ne në një vlerë procedurale të caktuar në kanalin diplomatik pranë ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Washington. Përveç atyre që tha avokati, unë dua të theksoj që kjo tashmë që po ndodh, jemi përballë një fakti të një gjyqi popullor të organizuar politikisht që s'ka lidhje me akuzën për ministrin e mbrojtjes. Sepse po ta shikoni gjithë zinxhirin e marrëdhënies që hapi çështjen në mënyrë të kundraligjshme. Po ashtu krijoi opinionin publik me paratë e fondacionit Soros. Ndikimin e këtij fondacioni në reformën drejtësi. Por deri te gjykata e Strasburgut, gjërat janë të lidhura me njëra tjetrën, në mënyrë për të bërë atë që është jo interesi drejtësisë, po interesi disa grupeve politike të caktuara në Shqipëri, të cilat janë evident. U diktua në këtë proces, mbas një vendimi të gjykatës së shkallës parë të gjykatës speciale, për mos hapjen e çështjes, një vendim sa abuziv, aq dhe i papranueshëm raport me parashkrimin siç tha dhe avokati. Dhe edhe pse ka një vendim të gjykatës lart unifikues, nuk ka asnjë qëndrim rreth kësaj çështje as nga prokuroria dhe as nga gjykata. Që në krye të herës ne kemi kërkuar që shqyrtohet çështja e parashkrimit. Gjyqtarja ka thënë do ta shqyrtojnë në fund. Po ashtu si gjyqtari e seancës paraprake i veshi vetes autoritetin për ta vazhduar çështjen dhe shqyrtimin themel, që në bindjen time duhet ta konsultoj me avokatët është